ma lëshojnë. Lëshojnë. Ky amfiteatër është ndërtuar në fillim të shekullit II, në kohën e perandorit Adrian. Shkallët janë 150 metra të gjata dhe mbi 20 metra lartësi. Në brendësi janë 3 galeri që shkojnë paralel me elipsin e arenës. Gjithashtu ndodhen dhe 5 ambiente të tamponuar. Galeria e parë është 12 metra e gjatë dhe ka 4 xhepa. Galeria e dytë 15 metra e gjatë, 2 e gjerë dhe ka 4 metra lartësi. Galeria e tretë është e zbuluar. Në këtë arenë janë organizuar lojra me 12 çifte gladiatorësh. Dihet fati i tyre. Mjaftonte një gisht poshtë i spektatorëve në shkallë dhe ata i priste vdekje. Spektaklet e zhvilluara në këtë arenë kanë mbetur përjetësisht në kronikën e kohës. Një spektakel pa spektator. Jo, i dashur koleg. Spektator do të ketë shumë, por ata do të qëndrojnë mbrapa xhamave.
Më lëshoni! Po ju dëgjoj. Kristaq Bushi, me pseudonimi Lisi, Omer Velia, ustaj, Tefta Spa, studentja, Pironasi, peshkatari, Sotir Gjoka, Viktori, Teuta Dibër, Besim Shkëm, Pano Bregu. Para nesh është krijuar një situatë vështirë. Ju e dini që Selamiu nuk rezistoi dot dhe 3 nga shokët tanë i tregoi. Po ai një edhe një pjesë të mirë të bazave tona. Kështu që armiku është hedhur me të gjitha forcat për ta zgjidhur lëvizjen në qytetin tonë. Prandaj kjo është mbledhja e fundit që bëjmë në këtë bazë. Veçanërisht urgjent është kalimi i dokumentacionit qarkorit në një bazë të re. Me këtë unë mendoj të ngarkojmë të utëm. Po së pari të ndalemi tek tradhtia e Selamitikës. Vdekje fashizmit, liri popullit. Vendim. Sot në këtë bazë u zhvillua gjyqja i Selamitikës. Qarkori një zëri vendosi dënimin me vdekje të tradhtarit. Të dënohet me vdekje. Vdekje tradhtarit. Dënim me vdekje. Me vdekje.
Të dënohet me vdekje. Vdekje tradhtarit. Dënim me vdekje. Ku janë komunistët? Ku janë? Spion. Spion. O spion. Spion. Në Ballkan, porti i këtij qyteti është më i mundshëm për zbarkimin e forcave anglo-amerikane. Për çdo rast ne kemi marrë gjitha masat. Kemi minuar Bregdetin dhe kemi vendosur forcat e artillerisë bregdetare. Por të mos harrojmë se në këtë qytet vepronin lëvizje fuqishme klandestine, të cilës ne duhet t'i japim goditjet më njershme dhe vdekjeprurse. Krerët klandestin të këtij qyteti dhe qyteteve më të rëndësishëm të Shqipërisë do dërgohen në kampet tona të përqendrimit. Në mëngjesin e ditës së martë, ata do të bashkohen në Tiranë me krerët e grupeve të tjera komuniste dhe do të vazhdojnë udhëtimin sipas itinerarit. Tiranë-Strug, Prishtinë-Zemun, Vjen-Mauthausen. Për realizimin e këtij operacioni, ne kemi ndërtuar një plan të hollësishëm dhe të saktë. Për këtë na ndihmon dhe vetë pozita gjeografike e këtij qyteti, i cili ka vetëm një dalje me anë të urës. Dhe tani të vim në çështjen më të rëndësishme. Kapja e komunistëve. Kemi emrat dhe pseudonimet e tyre. Grupi i parë janë krerët e qarkorit. Sekretari është Kristaq Bushi. 30 vjeç. Operacioni ynë do t'jetë unikal dhe padyshimi i suksesshëm. Ha Hitler! Haj! E çuditshme kjo punë. Xhir dhe fotografo statuje. Po të mos i fshehin do ta rrëmbejnë. Sotir, më bëj dhe mua një fotografi. Po. Gati. Josef Schneider, Unë jam. do të vini me ne në komandatur. Përse e morën profesorin? Komandant, Kush më ka i qatë? Zwei, ein, zwei, kush e të ein, zwei, para, kush mi morë? Oj, vafri, unë para të mihem për para të mihem. Ein, zwei. Presto, presto, signorina. Andiamo, pa. Pronto? Pronto? Vieni qua. Juve jeni marrë Belgone. Po, unë jam. Do të vini me ne në komandatur.
Françoise Dale. Po? Françoisa ka ardhur në Shqipëri me kapitenin francez të Republikës së Korçës. Ka një jetë të vrrueshme dhe mundësi njohje të shumta. Po. Bota shumë e vogël. Të gjithë ata që ndahen sa do pak i të ecin nga kjo është rrumbullakt, ata përsëri takojnë. Asgjë në këtë botë nuk është e pamundur dhe e pabesueshme. Nikolaj Rubin ka ardhur në Shqipëri në vitin 1924. Është antikomunist i dërbuar. Atëherë komunistët do të kenë mbajtur larg. Kështu që ky nuk një njeri. Unë i besoj pikërisht kësaj. Njeriut në jetë qëllon të njohë më mirë ata që e urrejnë, se sa ata që duan. Zoti, a thua do na bëjnë ndonjë gjë të keqe? Nuk e besoj, jo. Ha Hitler! Hajl! Zotëri, na keni marrë gabimisht. Ne nuk kemi të bëjmë me këtë qytet. Jemi të huaj. I kemi marrë të dhenët, zonjë. Ju punoni infermierë në spital. Nikolaj është nga Peterburgu. Profesori është bashkëdhetarim. Ndërsa Mario ai do për lavorës. Ju kemi thirrur se kemi nevojë për ju. Dakor, zotëri? Po ju, zonjë. A keni kohë pa shkuar në Paris? Paris më duket sikur e kam parë vetëm në ëndër. Po ju i dashurus. Nuk tingëllon keq i dashurus, apo jo? Do të doni të shkoni dhe njerë në Peterburg? Pasi atje më parë të keni shkelur ju, zoti major. Oh. Ju dashkeni i pararojë tepër grandioze. A keni kohë pa shkuar në Vjenë, profesor? Isha para 2 vjetësh. Dhe u kthyet? Nuk më kishte mbetur asnjë nga ta. Po si kështu? Lufta, zoti major. Sotu nuk dua që të flasim për humbje. Uluni. Flaubert, mund të luani në piano. Diçka të lehtë, të gëzueshme. Ju zonjë me siguri nuk keni ardhur këtu si ushtare. Unë erdha këtu me burrin tim të parë. Apo të rasumte. Isha vetëm 17 vjeçë kur u njoha me të. Dhe e desha shumë. Ishte i bukur, ëndrimtar. Fshihur zi bënte vjersha. Bënte vjersha mua, po nuk më tregoi asnjë varg. Flasim për Shqipërisën. Po. Është këtu një vend që quhet Korçë. Në vitin 1916 është shpallur Republikë Franceze. E kapiteni im ishte shef i shërbimit sekret.
Ishte një mëngjes i akullt. E dolëm si çdo herë, të qetë dhe të lumtur. Kur e vranë kapitenin tim, në gjep plumbi kishte shpuar një vjersh për mua. Unë ruaj në shtëpi atë relik të përgjakur të dashurisë sime pa të keq. Ata e vranë. Mjaft. Nuk dua të flitet për vrasje. Ciao. Uleni ju lutem. Vazhdoni zonjë. Pas vrasjes? Pa vrasje! Pastaj gjithçka ishte e keqe, zoti komandant. Kur nuk e kisha më kapitenin tim, për mua mori fund çdo gjë. Vendosa të kthesha në Francë. Edhe do t'isha kthyer. Sikur të mos kisha takuar një njeri. Një njeri? Isha unë. Që nga i qast, unë dhe ja u ligë me i fat të keq të përbashkët. Në një hotel të pist. Kur prisni anijen për të ikur, unë nuk njoha me ta. Në qoftë se do kishte njëri që të ndjen të neveri, ky do t'isha unë. Ju e kuptoni, zotërinj, që kurioziteti një burrje dhe për gruan më të bukur në botë, nuk zgjat shumë pasi e sheh atë lakoriq. Unë do të desha të shkoj. Am lejot? Do të qëndrosh këtu, zoti Schneider. Po ju ç'bënin në atë hotel? I binje violinës. Kur isha i vogël në Peterburg, të gjithë në familjen tonë kujtoni se do të besha një violinist i shquar. Se i duhet ta dini, zotëri, unë rjet për një familje princerore. Nikolaj Rubin, ju kam thirrur të më flisni për njerëzit e këtij qyteti. Tani, besoj e keni të qartë se çfarë kërkoj nga ju. Vazhdoni, Nikolaj. Që nga rinia ime e hershme, unë kam një armiqësi për vdekje me komunizmin. Unë nuk mund të bëj dot pa këto urrejtje, zotëri. Isha në Beograd, kur mbreti i Shqipërisë me zogu grumbulloi njerëz për përmbysur një prik të kuq. Unë isha ndër të parë, që lash violin me mora ndër pushkën, derisa pranë Tiranës u plagosa. Kemi thënë se këtu është ndaluar të flitet për vrasje. Po unë vetëm u plagosa, zoti komandant. Është ndaluar të flitet edhe për plagosje. Pastaj kështu mbetëm në Shqipëri. Deri atë natë kur unë dhe Fransuaza u gjendëm pranë njëri tjetrit dhe thamë se nuk do të ndaheshim për jetë. Ne jemi ndarë 10 herë, dhe 10 herë jemi bashkuar përsëri. Sigurisht, ti fiton një shumë para. Zotrinj, mbushini gotat. Ludvig, juve në piano. Një njeri i heshtur është më keq se një gotë e zbrazur. Ti ngjall vetëm trishtim. Cin. Ashtu është. Më në fund. Unë kujtova se ju ishit me mec. Jo, unë jam edhe më keq. Ata e kanë tredhur në një histori dashurie. Shqiptarët nuk të falin për çështjen deri. Ti, Mario, je ushtar frikacak. Unë nuk kam qenë ushtar, zotëri. Po si? Unë erdha këtu para se të vinte ushtria. Ngrita klubet e dëfrimit. Kuptoj. Kodosh. Kodosh profesionist. E neveritshme, por si do qoftë, heroike. Çdo profesion ka herojnë të vetë. Ti je një i tillë. Ti je një ushtar i plagosur, aq rënd. Sa nuk mund të luftoje. Ju po talleni, zoti major. Prap ju, zoti Schneider? Unë përsëri po ju pyes, zotëri. Më lejoni të largohem? Ku do shkoni?
A e di se në qytet pas pak nuk do të ketë më frym njeriu? Ku do t'i qomja? Çfarë do të bëhet me ta? Atë që ju të gjithë nuk e keni bërë dot më parë. Flober, një valz vienes. Ndoshta kështu kemi ardhur të gjithë. Kur erdha me forcat austro-hungareze këtu në Shqipëri, në kokë më ushtonin tingujt fuqishëm. Atëherë bëja pjesë në palët që do ta ribënin historinë, që për fat keq ka shumë gabime. Këtu e kuptova se isha një hiç, një numër ushtari i varur në qafë, që të mos isha i panjohur kur të më gjenin të varrosur në ndonjë anë. Po të mos e kuptoja këtë të vërtet madhe, atëherë edhe unë do t'isha si këta. Lufta më rëmbeu gjithçka. Prindrit, gruan, fëmijët e mi. Pam se është ndaluar të flitet për vdekje. Unë as jam vrarë, as jam plagosur. Është ndaluar të flitet edhe për plagosje. Unë po tregoj jetën time. Është ndaluar të flitet edhe për jetën. Ndaloni pianon. Ju duat të gjithë këtu përpara, shpejt! Profesor, sa nxënës kanë dalë nga bangot tuaja? Shumë. Sa njerëz u ke shërbyer në spital? U kam shërbyer. Po ndo për lavoro. Sa njerëz kanë ardhur gjatë këtyre viteve? Kanë ardhur mjaft. Ti rus. Nje shumë njerëz në këtë qytet? Jo, po, shumë. Të gjithë komunistët e intelektualët të këtij qyteti më duhen, qartë. Ne do ta grumbullojmë qytetin në një vend. Të gjithë ata që njihni ju do të jenë atje. Ju do na tregoni njerëzit që kanë emrin në këtë listë. Nuk dua asnjë kundërshtim. Tu i ke të gjithë emrat dhe pseudonimet. Mos haro shenjën. Pranë do të kesh njerëzit tanë. Mirë. Tani gjithçka është gati, zoti komandant. Pritet vetëm urdhri juaj. Po. Sa kohë do evakuimi? Rreth 3 orë. Po kontrolli dytë? 2 orë. Mirë. Atëherë filloni.
Jashtë! Qau! Qau! Dogu? Na! Prit një minutë, jam i zënë. Mos, shuaj e dritën. Çfarë bëni kështu? Vike dritën. Jam fotografitë 4 ditë. Aus, schnell! Vorwärts! Ausgeflickt. Schnell! Dy janë mundësit. Ose të qëndrojmë vetëm në qytetin e Poshatit, ose të shkojmë aty ku janë gjithë njerëzit. Unë do të zgjidha të dytën megjithëse është më rrezikshme. Edhe pse është më rrezikshme, mendoj se është domosdoshme të jemi atje midis tyre. Por edhe një vatër ndetur në qytet duhet mbajtur. Si mendoni? Dakord. Rregull. Ti beso do qëndrosh këtu. Po unë do desha Është urdhër. Omer, Piro, nxitojmë, nuk kemi kohë për tombur. Tefta, këtu kam dokumentat e qarkori. Nuk di tani ç'të bëj me to. Është ajo vajza atje, ajo me çantë, ajo, kapeni! Kapeni atë me çaketë bardhë, kapeni! Mirë. Kapeni se na iku! Kapeni atë me çaketë bardhë, kapeni! Bjeri, ma! Signora! Lascia gli occhi di guarda! Grazie! Jemi. Po, nuk të një. Eci. Po i mos haraç matën e ty. Nuk e di, nuk e një.
Tani filloj të merr edhe në spion vëq. Ka mundsi. Po mua më ka ngatruar me ndonjë tjetër. Shkojmë aty. Janë hamesi unë, skip. Es. Meri, janë negativat e sot. Periferia dhe lagjet e saj janë e eshtje. Gjithçka u fut në një kuadrat të tekje. Asgjë gjallë përveç forcave tona që rinë gati në vendet e caktuara. I dashur koleg, ne sot po përdorim armën më sekrete në botë. Më do të iki. Ku do të shkosh? Në lagjen Kala. Ata do të vrasin po të pam. Do të përpiqen të ecë në krah të kundërt të rjedhës. E ke të kot. Më duhet të shkoj patjetër. Pritet. Do të shkojmë bashkë. Të dy do ta kemi më tetë. Mirë. Hajde. Tani do të patër kujdes. Më ndihmo me shpejtësi. Eci. Nisve për në kampet tona të përqendrimit. Çdo vonesë është jetike për ty, për mua, për të gjithë ne. Pas pak, qyteti do të jetë krejt i boshatisur. Nuk do të ketë as të ngopur, as të uritur. Nuk do të ketë as matrapaz, as të ndershëm. Nuk do të ketë as budallenja, as të mençur. Nuk do të ketë as gazetarë që të shqetësojnë gjithë natën për të radhitur lajmet, se nuk do të ketë fare lajme. Rrugë do të jenë të qeta. Përmes tyre do të lëviz vetëm era. Era dhe unë do të jem shpiksi i armës me moderne. Gehen weiter, weiter. Einstellen. Ata do të na vras. Do të na vash. Po shomar.
Pa shiko, ata po I futin fishekët në mitralos. Po shamër frika cak. Djalin, e zeza unë djalin. Miku djalin, ku miku? E zeza unë. Mos kemi rënë kurth. Të mblidhemi një herë të gjithë, pastaj diskutojmë. Së pari duhet të kuptojmë qëllimin e tyre. Po tani për tani të shpërndajmë midis njerëzve. Ti qetësojmë për këtë gjendje të jashtëzakonshme. Mirë. E zeza unë djalin. Mos e pat një djalë të vogël. E zeza. Djali. Bardi. Hajde ke mami, hajde ke mami. Hajde ke mami, Bardi. E zeza unë. Apo. E zeza unë, Bardi. Bardi. Ndaloni, prisni. Vëllezër, motra. Të vdesësh në plumbët e tyre është gjëja më e thjeshtë. Ne do të jetojmë. Të jetojmë për fëmijët tanë, për njëri tjetrin. Të jetojmë për veten tonë. Prandaj të qëndrojmë. Si të quhen? Teuta. Emrin tënd apo të luftës? Të luftës. Po tëndin. E kam haruar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pushoj! Pa Thanasi, ku është? Papu ti ka ngrirë zërin nga të ftohtë. Ju! Doni të kërceni një tango! Por jesë të fliqur, edhe ju mbërëdhipni si njerëzit. Olver! Urdhëroni, signorina. Urdhëroni. Kartëlina të bukura. Urdhëroni, shkoni. Sonte është fare lirë, zotri. Si të doni. Hajde, mbushuni. Hajde. Koro. Jepni diçka të tregoj se ç'fat keni. Do të na vrasin. Jo, një fat I bardhi pret. Fat I bardh në kënaqë të ses. Mirë. Ata do të na vrasin. Mos ke frikë, kjo nuk do të ndodhë. Do të na shdukin të gjithë. Ata duan të zhdukin gjithë botën, por këtë nuk mund ta bëjnë dot. Çfarë po mendon kështu, Josef? Sa më shumë me vras mendjen, aq më afër së vërtetës ndodhen. Sa filloi lufta e shmangës keqes, dhe qëndrova këtu në Shqipëri. Ndërsa tani mendo se sa më shumë ti largohesh së keqes,
Aq më afër pranë kësaj ndodhesh. Pikërisht. E keqja luftohet vetëm me luftë. E një kristaq bushin. Po të fta spaha. Jo, jo. Po, për latë gurin. Jo, nuk e një. Me këtë detyrë nga kojnë ju të garë Ti brenda. Ronasin, atë peshkatar. Ja liste. Jo, jo. Ashtu. Gjashtë mëngjesit diçka do të ketë marrë. Deri në orën 6 të mëngjesit duhet keni veçuar komunistë dhe gjithë personat e tjerë rrezikshëm të këtij qyteti. Ata i keni këtu brenda. Me këtë detyrë ngarkojnë ju të garë Bremer. Ja lista. Me 6 të mëngjesit gjithçka duhet të ketë marrë fund. Filloni me grupin e parë. Ai atje, me bluzën e marinarit. Ciao. Ciao. Tu shiko. Ula dormi. Ula. Ciao. Ciao. Kujdes. Rif. Tu të vashika. Tu shika. Rif. Ula dormi. Ula. Kujdes. Tu të vashika. Rif. Nikolajnë e mbytë. Jam thua të shmëm, jo është e pafaqshme. Nisë me kajnë në rrugën tuaj. Ky është dështim, dhe ju e dini mirë ligjin e luftës. Dështimi paguhet me kokë. U largua. Fare se çka ndërmend. Nuk po e marr vesh. Po ti nuk e beson atë? Nuk është e besoj.
Shani thëmë diçka të rëndësishme. Është jetike për qarkor, për lëvizjen tonë për shokët. Këtë do të asilja te kjo bazë. Por nisëm, evakuimi nuk është filluar akoma. Nuk është askush që të takoj të veçantë. Nikolajnë e mbytën. Francuazë o të shmend, kjo është e pafashme. Komunistët veprojnë në numën tuaj. Ky është dështim, dhe ju e dini mirë ligjin e luftës. Dështimi paguhet me kokë. Ikën. U largua. To e fare se çka ndërmend të bëj. Ulës dukesh. Nuk po e marr vesh. Po ti nuk e besim tek unë? Nuk është çështje besimi. Në këtë çantë kam diçka të rëndësishme. Është jetike për qarkorin, për lëvizjen tonë për shok. Pse më shikon ashtu? Këtë duhet asilja te kjo bazë. Kur u nisa unë, evakuimi nuk ishte filluar akoma. Tani këtu nuk është askush që ta takoj ti në çantën. Nuk di se ç'të bëj. Petraqë nuk. Ka dhënë shpirtin. Kemi luar një dhomë, është nga Flora. Përse më shikon ashtu? Kot. Sikur ka ardhur ai në shtëpinë tonë vi shumë njerëz. Po ti, ka ardhur në një shtëpinë time? Mos më thuaj që se më nëse ku të kam parë. Kene ardhur një natë vonë, një të shi. 20. Po ti? Ti ishe ndeshur si fshatare. Ndërsa i djali që bënte rojet e porta, dua dhe unë të merrem. Isha unë. Se shpejti do të fillojnë shirat, Kristaqin e Parruva. Në maj shirat kanë kohën e vet. Po përgjigje ti, edhe Petraqin e jo. Petraqin ogën? Po. Po nga njëti Petraqin ogën? Nuk më kujtohet. Banon në shpinë tonë. Kemi luar një dhomë, është nga Flora. Bjeri. Që kur ka ardhur ai në shtëpinë tonë vi shumë njerëz. Po ti, ka ardhur në një shtëpinë time? Mos më thuaj që nuk kam ardhur. Dhe më vrisën më nëse ku të kam parë. Kene ardhur një natë vonë, një të shi. Ti ishe ndeshur si fshatare. Ndërsa i djali që bënte rojet e porta, isha unë. Se shpejti do të fillojnë shirat, ishte Parruva. Në maj shirat kanë kohën e vet. Po përgjigje ti. Nuk e mbaj mend. Nuk më kujtohet. Bjeri. Goni. shpejt do t'i ruajmë shokët që kanë emër të turistë. Po. Mirë dhe ato të tjera.
Diva, provoj kapela. Edhe ju vajza Ferexhet. Mi e buata të tjera. Shtu... Diva, provoj di kapela. Edhe ju vajza Ferexhet. Vieni qui. Signora Lucia. Che fai? Tu la sentiamo già. Sì. Oh! Prisni, ku po I çoni? Ç'bëni kështu? Ku po I çoni? Vrasës! Dua djalin! Djalin! Dua djalin! Rrugën! Omer Velja! Vrasës! Nesta Spao! Piro Nace! Vrasës! Sotir Gjoka! Dua djalin! Kristaj Kushi! Kristaj Kushi! Po nuk dolet ku përpara ju do të bëni shkak për një masakër kolektive. Signor Belcone! Vieni qui. Signora Lucia. Che fai? Tu la sentiamo già. Sì. Vieni con me. Kristaj Kushi! Si të quajmë? Omer Velja! Nesta Spao! Piro Nace! Sotir Gjoka! Kristaj Kushi! Kryetari juaj do të Kristaj këtu. Kushi! Po nuk dolet ku përpara ju do të bëni shkak për një masakër kolektive. A e di se ç'të pret? Ashtu? Lidheni. Si të quajmë? Omer Velaj. Pseudonimi? Ustaj. Kryetari juaj ndodhet këtu. Kush është? Teuta. Mos pa. A e di se ç'të pret? Edhe ti pas ke mbetur? Kanë mbetur dhe të tjerë. Ashtu? Lidheni. Teuta, po ti këtu. Solla skemën e lëvizjes ilegale në qytet dhe dokumentat e arkivit qarkorit. Këtu të të sjellësh? Në bazën numër 9 në lagjen e Kodrës. Keni shtypur kontraktet të reja? Okej, shit. Këto do t'i shpëndash ti dhe i dja. Do t'i shpëndanin në qytetin e Boshatës. Do të marrësh edhe disa kopje të tjera të gazetës. Kur filloi evakuimin e pothuajse kishte. Dua vetëm ti dhe krya. Ja. Sot e duhet më shumë. Do të futemi brenda në amfiteatr. Në amfiteatr? Kjo është e pamundur. Nuk është e pamundur.
E kemi gjetur mënyrën se si do t'y Po mbajmë. kjo është e tmerrshme. Të putesh aty me traktin dhe gazeta do të thotë mos dalësh më i gjallë. A më kuptoni? Mos dalësh më i gjallë. Teota. Ku po shkoni kështu? Kjo është e rrezikshme. A e kuptoni se po shkoni drejt vdekjes? A po shkoni drejt vdekjes? Teota. Edhe ti pas ke mbetur? Kanë mbetur dhe të tjerë. Teota, po ti këtu. Është e dhimbshme kur mendon se as kemi në lëvizjes legale në qytet dhe dokumentat e arkivit qarkorit. Tu të të sjellësh? Në bazën numër 9 në lagjen e Kodrës. Keni shtypur trakte të reja? Po, kemi shtypur. Do t'i këtu. Këto do t'i shpëndash ti dhe i djallë. Do të kalojmë nga Moli Lir. Do t'i shpëndanin në qytetin e Boshakusën. Do të marrësh edhe disa kopje të tjera të gazetës. Kur filloi evakuimin e pothuajse kish i paqosur. Ndruan vetëm titullin dhe krye artikullin. Ç'duhet gazeta sot? Jo. Sot ajo duhet më shumë se kur. Do të futemi brenda në amfiteatr. Në amfiteatr? Kjo është e pamundur. Nuk është e pamundur. E kemi gjetur mënyrën se si do t'y Po mbajmë. kjo është e tmerrshme. Të putesh aty me traktin dhe gazeta do të thotë mos dalësh më i gjallë. A më kuptoni? Mos dalësh më i gjallë. Teota. Ku po shkoni kështu? Kjo është e rrezikshme. A e kuptoni se po shkoni drejt vdekjes? Është organizuar mirë shkoni drejt shërbimi. vdekjes. Në çdo vend ka patrulla Teota. të përfaqësuar. Shumë mirë. Është e dhimbshme kur mendon se ndoshta kjo mund të jetë hera e fundit. Çojini në Të amfiteatr. dia Qaraman. Më falni. Shile. Do t'i këtu. Do të kalojmë nga Moli Lir. Ke parë në njërë qytet fare bosh? Jo. Kështu jo. Çfarë qetësie? Nuk piptin njëri. Mund të shëtisësh në të gjitha rrugët. Gjithçka është e jonë. Ne jemi të vetmit banor në këtë hapësirë. Teota, çfarë ke? Ashtu si bota në ditën e parë të krijimit. Ne jemi zotërit që nesër në këtë qytet do të krijojmë njeriun e parë. Klasë e pastër, i ri, bjond, me pasion për muzikën dhe motocikletën. Nuk do t'i pëlqej. Është organizuar mirë shërbimi. Në çdo vend ka patrulla të përforcuar. Ai do t'i jetë mbrojtur me kulturën e kombit tonë dhe i shpeshur, ose më mirë, i strazur, me kultura dhe gjua e kombit të tij. Po këta Janë peshkatarë. çojini në amfiteatr. Unë këtij tipi do t'i shtonja tiparet e njeriu sipas nazizmit. I bindur, i devotshëm, i veshur, antikomunist. Ke parë në njërë qytet fare bosh? Jo. Kështu jo. Çfarë qetësie? Nuk piptin njeri. Mund të shëtisësh në të gjitha rrugët. Diçka është e jonë. Ne jemi të vetmit banor në këtë hapësirë. Ashtu si bota në ditën e parë. Ne jemi zotërit që nesër në këtë qytet do të krijojmë njeriun e parë. Klasë e pastër, i ri, bjond, me pasion për muzikën dhe motocikletën. Popull shqiptar. Nuk do t'i pëlqej Pushtu si po na përzihet me dëbon nga politikë. vatra tona. Nga shtëpitë tona. Ai do t'i mbrojtur nga historia me jonë. kulturën e kombit tonë Kjo dhe i nuk është çpeshur, gjë e re. ose më Të gjithë mirë, pushtuesit i kudo që zbrazur kanë ardhur, këtë kanë me kërkuar. kultura të bëjnë. dhe gjua e Po ato ta kombit të tij. lejojnë. Ka ditë dhe net që marrin kuptime të mëdha. Të tilla Unë janë këtë tipi do t'i shtonja tiparet e njeriu sipas nazizmit. Ndodhemi para vetes. I bindur, Historisë. i devotshëm, Para nderit ton si i shqiptar. heshtur, Popull shqiptar. antikomunist. Armiku po merr brushte të fuqishme në çdo anë. Një autokolon u shkatrua nga forcat partizane në rrugën Korç Elbasan. Në një betejë të përgjithshme në qarkun e Borës, armiku la shumë të vrarë. Në këtë betejë ranë heroikisht dhe shok partizan. Emrat e tyre do të vjen nga antarët e Korçës. Popull shqiptar. Pushtuesi po na dëbon nga vatra tona, nga shtëpitë tona, nga historia jonë. Kjo nuk është gjë e re. Të gjithë pushtuesit kudo që kanë ardhur, këtë kanë kërkuar të bëjnë. Po a do ta lejojmë? Ka ditë dhe net që marrin kuptime të mëdha. Të tilla janë këto momente që po jetojmë. Ndodhemi para vetes, popullit, historisë, para nderit ton si shqiptar.
popull shqiptar. Cili nga ju I ka vend? Armiku po merr grushte të fuqishme në çdo anë. Një autokolon u shkatrua nga forcat partizane në rrugën Kosh Elbasan. Në një betejë të përgjakshme në qafën e Borës, armiku la shumë të vrarë. Në këtë betejë ran heroikisht dhe shok partizan. Emrat e tyre do të venden në altarin e kombit. Shpërndarin të gjitha rrugët. Nuk po e marrë vesh çfarë po ndodh këtu Max. Nuk po e marrë vesh. Që ka njerëz fantazma këtë e besoj. Po që ka dhe trakte fantazma këtë nuk do të besojnë apush. Që janë këtë trakte? Cili nga ju I ka vend? Në qytet ka njerëz. Duat mi kapni të misinit të gjithë të gjallë këtu. Do t'i varë në amfiteatr në pranitë të gjithë njerëzve të qytetit. Shpërndarin të gjitha rrugët. Në të gjitha lagjet. Marsh! Nuk po e marrë vesh çfarë po ndodh këtu Max. Nuk po e marrë vesh. Ti më the se ky qytet është krejtësisht bosh. Do vritet qyteti! Të shtuket ky qytet! Nesoni! Qyteti! Të shtuket ky qytet! Nesoni! Ka që nuk ta di emrin tënd vërtet, po të flas me për të luftës. Po ne njojmë njëri tjetrin shumë. Të Patrulla. Më thua një fjalë. Kujdes. Se jem të në vërtet. Futemi tu. Që tani. Teuta. Ti emrin tënd vërtet, po të flas me atë të luftës. As ta di. Profesor. Po ne njojmë njëri tjetrin shumë mirë.
Po juve me çfarë detyre ju ka ngarkuar major Hansi? Më thua një fjalë. I kemi listat. Ja morëm Nikolaj. Emrin tënd vërtet. Po, që tani. Teuta. Qo. Po pres përgjigjen tuaj. Breve, qojnë qili. Po vi dhe unë. Njerëzit që kanë emrin në këto lista. Nuk dua asnjë kundërshtim. Profesor. Po juve me çfarë detyre ju ka ngarkuar major Hansi? Max. I kemi listat. Ja morëm Nikolajt. A e dëgjove se herë këndoj qyqe? Në luftë, vitet mund t'jenë ditë. Mund t'jenë orë, ndoshta dhe minuta. Qo. Po pres përgjigjen tuaj. Breme, qojnë qeli. Shansi i fundit për ju, zoti. Po vi dhe unë aty. Na duhen vetëm këta emra. Fillo me Kristaj Bushin. Shikoni listat. Ju do na tregoni njerëzit që kanë emrin në këto listë. Nuk dua asnjë kundërshtim. Ky. Kjo. Ky. Edhe ky. Cili për tyre? Të gjithë. Të gjitha janë komunistë. Max. Cilët janë të rrezikshëm, fal. Ti je i rrezikshëm. A e dëgjove se herë këndoj qyqe? Ti je vras. Në luftë, vitet mund t'jenë ditë. Prura këtu mund t'jenë orë, ndoshta dhe minuta. Shansi i fundit për ju, zoti Schneider. Na duhen vetëm këta emra. Fillo me Kristaj Bushin. Shikoni listat. Fillo. Ky. Ky. Kjo. Ky. Edhe ky. Cili për tyre? Të gjithë. Të gjitha janë komunistë. Cilët janë të rrezikshëm, fal. Ti je i rrezikshëm. Ata po na rrëmbejnë shoku. Ndoshta ata mund të më rrëmbejnë edhe mua. Edhe ty. Prura këtu kolaboracionistë. Njerëz sigurt mbetet do të. Ata do të ndihmojnë. Ashtu është luftën dhe në umi, po. Kjo është. Ndoshta ata mund të më rrëmbejnë edhe.
Edhe njerëz kur mbetet të pastaj lufton me një po. Kjo është. Ai vajzë me pjogo, ti brava ti tam. Lideri! Merë qeleshën time dhe kala. Kontrolluam të gjitha makinat. Mua nuk më njoh. Ky nuk është. Nuk duhet të rrezikosh për mua. Merë edhe çaketën tim. Lavoni. Kjo është e tërë familja. Jeni këtu përpara Kristaj Bushit. Ndryshe do të bukatojnë të gjithëve. Pres vetëm 5 minuta. Zoti oficer, ky është kushëria im. Shikoj edhe një këtë. Të vizit këtë ata që. Ja. Ja fotograf. Ky është komunisti social. Shko ti shoh. Kontrolluam të gjitha makinat. Ky nuk është. Megafonin. Jeni këtu përpara Kristaj Bushit. Ndryshe do të përshkatojnë të gjithëve. Pres vetëm 5 minuta. Në fund, Fitua. po, makinat të mbushën plot. Shpëtua? Mos më ngri nervat. Tani qyteti është i sigurt. Të rrezikshmi do t'ikin larg. Shumë larg. Hapini dyert dhe çoni njerëzit.
mbushën plot. Shpëtua? Mos më ngri nervat. Tani qyteti është I sigurt. Të rrezikshmi do t'ikin larg. Shumë larg. Hapini dyert dhe çoni njerëzit. Zotë komandant, qytet është shpërndar të gazet. Nga granët e sot. O njerëz, prisni! Prisni, ku shkoni? O njerëz! Taloni! Ku shkoni, më prisni! Prisni! Ku jeni, njerëz? Oj, pas kanë pranë. Përse I pranë? O, vrasës! Zotë komandant, në qytet është shpërndar të gazet. Kur? Ka datën e sot. Tani do t'jem unë. Tani do t'jem unë,